Po, paka shumë ishte paralajmëruar qëndrimi i Partisë Demokratike, i cili në vetë e përbën një qëndrim të dyzuar, sepse dhe nuk pranojmë rezultatin e zgjedhjeve dhe vazhdojmë të jemi pjesë e procesit. Edhe nuk do t'i njohim rezultatet e zgjedhjeve, po edhe në kuvend do të shkojmë. Pra, besoj që janë disa qëndrime që janë të karakterit kontradiktor, si në konceptin politik, ashtu dhe në konceptin juridik. Kjo është e para. E dyta, duke patur parasysh që jam dhe pak i madh në mosh, por dhe për një periudhë të gjatë që jam i angazhuar edhe politikisht, edhe teknikisht me zgjedhjet, është një pretendim që në Shqipëri e dëgjojmë sa herë që ka zgjedhje. Me përjashtim të dy rasteve të rotacionit të 2005-ës dhe 2013-ës, kur palët nuk mund të akuzonin për arsye se ishin në qeverisje, dhe nuk mund të akuzonin që opozita ja u vodhi zgjedhjet, në rastin konkret ne vazhdojmë të dëgjojmë po të njëjtin aspekt justifikues dhe në fundit ka një problem që është problem madhor. Zgjedhjet në Shqipëri nuk janë as të drejta, as të ndershme dhe as të barabarta,